Përshëndetje të gjithëve, jam Danika. DeepSeek me Unity Robotics i cili manipuloi robotët për të varëzuar në garanë e pranverës, por edhe game science, krijuesi i mitit të zi Wukong. Këto kampani me ndikim në sektorin e teknologjisë së re, në 2 vitet e fundit vijnë nga Hangzhou, provinca Zhejiang e Kinës. Ky qytet i bukur i ndorzu pranë liçenit perëndimor, tashmë është bërë qyteti i parë i ekonomisë digjitale të Kinës. Roma nuk u ndërdua brenda një dite, ashtu edhe zhvillimi i Hangzhou nuk ishte një arritje brenda natës. Mbi 20 vjet më parë, Hangzhou ishte pionier i një ekonomie private, por shumica e bizneseve ende vepronin mbi një model zhvillimi të bazuar në punën intensive dhe zgjerimin sasior. Në vitin 2003, Komiteti i Partisë Provinciale Zhejiang propozoi strategjinë 8x8, e cila syron të përdorë 8 avantazhe dhe të promovojë 8 iniciativa për të arritur një transformim në modelin e zhvillimit. Që atëherë, prej më shumë se 2 dekadash, Hangzhou ka ndjekur vazhdimisht rrugën e inovacionit teknologjik. Prej vitit 2003, autoritetet lokale përcaktuan qëllimi për të bërë një parajse e teknologjisë së lartë. Vite më parë, një delegacion nga Hangzhou gjeti ekipin themelues të Brainco në një botrum në postën të SHBAS, me vizioni e orientuar drejt industrive të së ardhmes. Delegacioni dhe Brainco ranë menjëherë dakord. Brainco u vendos në Hangzhou me ekipin e tij kryesor të teknologjisë dhe të këqin zhvillimit. Sot, Brainco dhe Neuralink, i themeluar nga Elon Musk, janë 2 kompanitë më të mëdha në sektorin global të ndërfaqes tru kompjuter me financimi më të madh. Inovacioni teknologjik dhe AI i këqin zhvillimit kanë nevojë për investime të konsiderueshme dhe cikle të gjata. Vetëm duke planifikuar përpara, mund të kultivohet një industri e së ardhmes. Planet 5-vjeçare të Kinës përfshin jo vetëm detyra për 5 vitet e ardhshme, por edhe qëllime afërgjata në dekada. Plani i 13 5-vjeçar bën thirrje të qartë për zbatimin e një strategjie zhvillimi të orientuar nga inovacioni. Gjatë fazave të planit të 14 5-vjeçar, Kina u përqendrua vazhdimisht në produktivitetin e ri me cilësi të lartë, duke përshpejtuar investimet në këqin zhvillim dhe në rritjen e industrive në zhvillim. Gjatë fazave të planit të 15 5-vjeçar, Kina do të vazhdojë të zbatojë një strategji zhvillimi të orientuar drejt inovacionit, duke nxitur integrimi e thellë mes inovacionit shkencor teknologjik dhe inovacioni industrial. Le të presim me padurim që inovacioni teknologjik të ndryshojë të ardhmen.